Mirëmëngjes, jemi në datën 14 qershor 2026. Nga Facebooku po them dy fjalë për situatën që kemi sot, duke u nisur pak edhe nga ajo intervista që gazetarja e Top Qenit, se unë them Top Channel, i bëri kryeministrit Edi Rama, e cila u përpoq të ketë një superioritet në bisedë me kryeministrin, duke thënë që unë jam ajo që bëj pyetjet, dhe ti je nxënësi im, do përgjigjesh. Natyrisht nuk dua të mbaj anën e Edi Ramës, absolutisht jo, sepse Edi Rama është përgjegjësi kryesor i asaj që po ndodh. Por problemi është nuk është i vetmi. Përgjegjës asaj që po ndodh jemi të gjithë. Secili ka një përgjegjësi që nga i pari dhe deri i fundit, e cila varet natyrisht pasaj dëmin, domethënë për të kuantifikuar, si thua, dëmin pasaj që ka bërë gjithë secili prej nesh, aty varet nga pozicioni që kanë shoqëri. Sa më lart jetë, aq më shumë dëm bën. Sepse është normale. Edhe në fizik, kur i vendosin ato pakot njërin mbi tjetrën, ato që janë sipër dëmtojnë ato pakot që janë poshtë. Në këto protesta ka një problem shumë kryesor, që si rregull në Shqipëri është futur në kokën e njerëzve, domethënë janë edukuar, domethënë janë çedukuar njerëzit, më shumë se sa edukuar çedukuar, që gjithkush ka të drejtë të bëj protesta, edhe të i bëjmë protesta sa më të bukura, të kenë sa më shumë njerëz, por të mos kuptohet asnjë gjë pse bëhen. Pra kjo është e para, duke prishur rregullin kryesor, që nëse e drejta e protestës borgjezia e ka dhënë, nuk ja ka dhënë të vetes saj. Nuk ja u ka dhënë atyre sipër, ja u ka dhënë atyre poshtë në vërtet. Sepse ata poshtë janë rebeluar dhe kanë thënë paktën ne të kemi të drejtë, ju na shtypni, por të kemi të drejtë që të dalim shesh dhe të bëjmë debate publike në shesh. Pra protesta është një debat publik, është në shesh. Pra është i shtypuri kundër atij që shtyp. Pra protestat si rregull bëhen nga poshtë lart, nuk ka protesta nga lart poshtë. Nëse në Shqipëri birit i biem, do të dalim protestë, del padroni, bën protestën e punëtorëve. E kuptoni? Jo punëtori kundër padronëve, por padroni proteston, dhe thotë unë po mbroj punëtorët, po mbroj te fabrika jote ti. Rritja pagën, paguaj kontributet, gjitha. S'ka nevojë të dalish protestë. Pra kjo është e para, që është shumë e rëndësishme. E dyta, në momentin që era komunizmi në Shqipëri, i kishin syt gjithë se do bënin shumë para. Edhe çfarë thoshin njerëzit? Kur vinin për vizitë në kohën e Ramiz Alias, vinin për vizitë qeveritar, personalitete nga shtetet afrikane apo aziatike, gjithë këta që ishin me të evoluarit, që kërkonin demokracinë, dhe unë bashk, natyrisht, thoshin po zhdreqin bien këta të vendeve më të humbura të botës, s'kemi nevojë për këta neve. Pse nuk vinë presidenti italian, po themi presidenti francez, këtu në Shqipëri, domethënë këta të pasurit, sepse këta duhen në Shqipëri. Domethënë çfarë do na bien të varfrit? Domethënë ne këto na krijon problem se jemi të varfër dhe këtu këta vinë dhe i shifrin me përçmim këto drejtuesit, ose kur bënim tregtime vendet fqinje, domethënë perëndimi thoshin, duhet perëndimi. Edhe ishte kjo ideja që vazhdon prapë sot e njëjtë, pa ndryshuar, që të vijë ai që është i fortë, ai që ka para, duhet të vijë në Shqipëri, jo i varfri. Ç'na duhet i varfri, ai që merr, të thonë dhe sot që merr thot shishën e ujit me vete, kujt merr bukën me vete. Ne na duhen ajo elita,
turizmi elitar, thonë sot, na duhet i pasuri. Në kjo është në mendësinë e gjithëve, nuk është se është vetëm tek Edi Rama. Edi Rama e ka besuar këtë, sepse ka qenë dhe i imponuar nga mendimi i unifikuar i gjithë njerëzve. Domethënë ai s'mund bëjnë ndryshe sepse njerëzit e rrezojnë. Njerëzit po ti thoshte ai që jo, nuk do bëjmë para, po do punojmë, do të shohim punën tonë, nuk kemi nevojë të bëjmë aq shumë para, po të jetojmë mirë. Kush do e donte Edi Ramën? Askush. Pra ky mendimi neoliberal i Edi Ramës është në trurin e gjithë njerëzve. Ky është problemi. Problemi kryesor është ky. Pra 1 miliarder sipas konceptit ton, mbas rënies komunizmit, do vinte në Shqipëri dhe do binte para pa fund, do t'i hidhte aty dhe ne vetëm do t'i merrnim. Thuaj në atë kohë, ka fondacione bamirë se bota që na i hedhin edhe e kam hedhur sa ushqime kështu me helikoptersa për na shtruar. Edhe ata na i bien çfarë kanë probleme, ata buke kështu ka sa duash, ushqim ka, kush ka vdekur për ushqim, gjitho gjëra, po ta vinë miliarderët se ata e zhvillojnë vendin, ata na ngrejnë me fjalë dhe na rrisin mirëqenien. Por nuk është bërë një llogari fare e thjeshtë matematike, është fare e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Sepse 1 miliarder kur vjen, nuk vjen për të ai të zhvillon vërtet. Do kesh beton, do kesh cimento, do kesh rrugë me ura, domethënë këto do i kesh, natyrisht. Por problemi është i bilancit paras. Domethënë ky që vjen, të bie para, të bie 4 miliardë. Qofse ky nuk do me i shtru këto 4 miliardë, s'vjen. Nuk vjen në qofse do bie, në qofse këto 4 miliardë s'ka qëllim që t'i shtoje. Pse do t'i investoj? Kapitalet s'postohen ati ku rriten, ati ku riprodhojnë vetën e tyre, por dhe që i shtohen, pra parat. Pra i kur vjen, thot, unë do t'i shtoj, thot parat, a i në mendjen e tia. Kurse ne themi a e ta kanal për na prur parat. Dhe janë dy pozicionet të ndryshme, të kundërta. Ata bëjnë ndërtime, po themi e kujdun, nuk diskutohet, cimentën në gjithë anët, Gradacela, ne i shofim, dhe themi që u zhvillua Tirana, u zhvillua Shqipëria, sepse shofim lokalet, shofim anën e jashme, shofim Tirana përpara nuk ishte kështu, tani Tirana nuk e njohim, edhe të futemi në për restorante, shmimet në qiell natyrisht. Nuk vlerësojmë që ai ushqimi që ham është skandal, por vlerësojmë këto bukuritë e jashtme, muret, cimenton, te rruga që s'ka letra, makina plot. Me fjalë matim zhvillimin me këtë dhe harrojmë që do ishte më mirë këto mos ishin, po të ishte një ushqim më i mirë ai që të hanim. Atë ushqimin se shohim fare. Aty hym në restorant. Nuk kujtoj di dasëm që u bë aty në hotelin Iliria. Dasma shumë e bukur, po ushqimi ishte i qelbur. Asnjë se vlerësoi ushqimin, se tha s'kemi hangur, s'kemi ardhur për të ngrënë këtu, thoshin njerëzit. Po ne këtu s'kemi ardhur për të ngrënë, thoshin, po parat për çfarë paguam. Një mish i qelbur, një mish që nuk e preku asnjëri. Ai hoteli shumë i bukur, ajo Iliria aty shumë e bukur, po ai asnjë gjë atje. Po jo, do të çoj njeriu të mendoj për këtë gjërat, për të gjërat që s'janë domosdoshme për njeriu, dhe ato kushtojnë, nësa gjërat e domosdoshme, siç është ushqimi, po themi, ato i çojnë në fund, që dhe aty nuk përqendrohet fare vëmendja. Tani, kalojmë te miliarderët, pra se ky është problemi. Miliarderët të pasurojnë apo të varfërojnë. Domethënë, Edi Rama vazhdon akoma sot, dhe kjo Siderela, Gjone, i thot që ti ke fajet, i thot, me pak fjalë Edi Ramës, ne tjerë s'kemi faj fare, thot kjo. Po kjo nuk është i grua si gjithë gratë të tjera që ngrihen në mëngjes, shqyen kurrizin për të ngrënë bukën, duke bërë ndonjë pastrim apo duke bërë punë më të rëndomta, më të vështira. Apo si ato gratë e tjera të fshatit që me zihan bukë që do prodhoj diçka dhe që nuk i shitet. Siderela është në pjesën e privilegjuar të shoqërisë, por ajo përdor fjalën, thot, unë s'kam punuar kurrë në punë shteti, dhe kjo është dhe një problem tjetër, se e dëgjojmë shpesh në Shqipëri. Shqipëria lidhin çdo gjë që
që ti të kesh vjedhur njerëzit, do të kesh punu në shtet, pa tjetër. Po s'pa të punu në shtet dhe je pasuruar, jo ti ke qenë i ndershëm. Kjo është një tjetër problem. Ndërkohë që ti ke kriju pasuri, pasuria si është krijuar. U krijuar nga zyrat e shtetit, apo u krijuar nga privati në këtë xhunglën e shoqërisë. Mua nuk më duke se këto dy gjëra janë të ndara, këto shkojnë bashkë. Po këta tani në Shqipëri kanë zhvilluar kështu, këta i kanë rrogat shumë 5.000 euro, po thonë nuk si marr nga shteti, thotë. Po nga i merr ti? Nga qielli. Pra problemi është që 1 miliarder kur vjen, dal nga dal njerëzit po e kuptojnë. Jo vetëm që nuk të pasurokër ka 1 miliarder kur hyn aty që bie 4 miliard, por ai të varfron. Sepse matematika është fare thjesht. Ai bie 4 miliard për t'i bërë 5. Për t'i bërë 5. Këto diskutime janë bërë që në kohën e Sokratit në Greqi, dikur, i cili thoshte që kur qarkullon uji, nuk shtohet asnjë pikë uji, thoshte, në natyrë. Ai uji që shkon det, avullon, shkon male, pas e vin përmjet lumenjve dhe qarkullon, por nuk shtohet as edhe një pikë, thotë. Pra dhe këto parat e shkreta, 4 miliard, po të mos hynin aty të ndërtohet shimento e tje, nuk do shtoheshin, do ngeshin 4 miliard, se ashtë herë ti në qofse kjo para e shtoka vetën e vetë, kjo para. Merë mbille, s'ka nevojt vishë Shqipëri. Në një pem, hidhi uj, vadite, dhe nga 4 i bën 5, se bën do ta futush aty, që ta shtojsh ta bësh 5. Këto, Marksi e qunë të mbivlera. E qunë të mbivlera, pra dhe mbivlera, e cila vjen nga pare tona. Do me thënë, kapitalizmi nuk hedh kur para në qarkullim që ne të blejmë bukën, po ta vini re, të blejmë ushqimet e domosdoshme. Nuk e shton ai para në asnjëherë, që të hedhi para më shumë qarkullim, që të ngrej pensionet, të ngrej pagat e punëtorëve. Kjo është lufta në fundin që është bërë veçanërisht në vitet 1800, ku punëtorët thanë ne duhet jemi jo thjesht si makinat, por duhet jemi pjesë aktive e fabrikave. Do të fabrikat ishte parulla në ato fabrikat punëtorëve. Kjo u harrua tani. Tani ngrihet protestat i bën si do regioni. Që ka, nuk e di sa mijëra euro me në muaj. Edhe ajo bën protesta tani, protesta nga sipër poshtë. Jo nga poshtë lart, por nga sipër poshtë dhe ne po luftojmë për njerëzit që s'kan drita. Se kështu bën, se këta kështu do thonë. Ti s'ke rregulluar dritat, po si rregullojnë këto dritat? Tani ti sapo i merr kjo pjesa e shtetit paralel, pra gazetar, gjithë ky shteti paralel, që është parazit, fund fare. OJQ e tjerë që ka me 20.000, nuk e di sa njerëz ka të paguar, me paka shumë të larta. Ta sa i marrin njerëzve këta, ku i gjen këta? Jo, ne na i jep thot Europa. Po Europa ku i merr? Europa kur jep një ndihmë gjoja, ajo e llogarit që bilancin e saj, bilanci i saj të jetë gjithmonë pozitiv, nëpërmjet ndërmarrjeve multinacionale që investojnë në Shqipëri. Sepse Europa është e multinacionaleve. Kjo autokracia. Më thënë, kur bëjmë bilancet bëjnë është matematik, nuk është kështu. Thot, kemi dhënë kaq, thot Fondi Monetar, ajo Europa, ato fondet që krijojnë gjoja fondo perduto, dhe ne kujtojmë se na i falin, se edhe këtu ekziston në Itali, ekzistojnë këto fondo perduto, dhe njerëzit ekzistojnë kredit që si kthen. Ata e kanë llogaritur që t'ju vej 2 fish atje. Ata shut e bëjnë, thënë, s'ka gjë ti nuk e paguan, edhe ekzistojnë drejta mos e kthesh. Por në fund bilanci total i tyre, na del që ata e 2 fishojnë, pra kanë varfëruar pjesën tjetër. Pra kjo është matematik, nuk ka, kjo se bie 4 miliard, edhe merr 5 në fund fare, 1 miliard ku i gjeti? 1 miliard i mori aty në tregun ton, në parat që njerëzit i kanë prur me gjak, me mundim, e tjerë, nuk kanë hedhur në njërë para këta në qarkullim, thash dhe herë, për popullin, për punëtorin, që punëtorit marri diçka më shtesë dhe ta hedhin të ta presin atë letrën, e thonë merri një ca para dhe juve, se s'kini thani. Nuk e kanë bërë në njërë këta, sistemi kapitalist. Për 300 vjetës, 400 vjetës, kur nuk e ka bërë të gjë? Sepse po ta bënte këto, s'do kishte kuptim me ajo qëllimi që është fitimi. Përte se këta pare këta i morën, ta nuk i morën për t'i kthyer. Këta i morën që të rrisin parat e tyre dhe të rrisin pushtetin me gjithë njerëzit. Pra kjo kontradikt në fund fare është ndërkombëtare, internacionale, nuk është kontradikt shqiptare. Pra ajo që kuptohet nga neve, të paktën që jemi që studiojmë matematik nga 24 orë, është që
ky iluzioni që ai që ka para, një ditë të mirë, unë gop me para dhe nuk do marri më ai, po do na japi neve, kjo nuk ka funksionuar. Është iluzioni më i madh që ekziston. Ka shumë utopi, utopi është komunizmi, anarkia, po kjo është akoma më utopi. Kjo quhet edhe distopi, në vërtet. Pra ajo ndodhi në Shqipëri me fjalë, kjo ideologjia neoliberale, që po vinë miliarderët dhe ata do të zhvillojnë ty edhe njerëzit do të jetojnë më mirë, është falimentare, ka mbarur modeli. Ky është thelbi i protestave në vërtet. Pavarësisht se njerëzit kur shkojnë protesta manipulohen prej elitës. Protesta nuk po i bëjnë njerëzit e varfër, nuk po i bëjnë ata nga poshtë. Ata nga poshtë nuk kanë buktan, një 40% shpaktën e shqiptarëve. Diskutojnë faturat e dritave, diskutojnë faturën e gazit, të ngrofjes. Pra këtë protesta po i bën si Dorela Gjoni, po i bën ai Flavio Qari, po i bën Marin Mema, po i bën elita. Po i bëjnë elita parazitare, ajo elitë që s'ka punur kurrë. Çfarë punë ka bërë se Dorela Gjoni? Jam gazetare. Çfarë është gazetari? Është një nulla, një asgjë. Një parazitizm ndoshta edhe më i madh se sa i politikanëve në shoqëri. Edhe më i madh, gjithë to televizore, gjithë to gazeta, gjithë to pislloqe. Edhe këta thonë, jo, thonë neve, thonë i kemi parat me djerës, thonë këta. Me djerës, po me djerësën e tjerëve. Jo me djerësën tënde. Tu është diferenca, pra. Miliarderët nuk të... Miliarderët zhvillojnë, po zhvillojnë gjatë që intereson atyre. Zhvillojnë cimenton e tyre, zhvillojnë betonet e tyre. Zhvillojnë ato rezortet e tyre. Zhvillojnë dominimin e tyre, rrisin dominimin, rrisin parat e tyre. Nuk është se i japin popull dhe kjo ka ndodhur. Pra ky sistem që miliarderët vinë dhe të na sillin para që futet pas edhe parat e drogës, e kujdum të trafiqeve ilegale, kjo i shkatërroi njerëzit. Pra po shkatërron 70% të njerëzve, të cilët nuk kanë rrugë tjetër vetëm se të largohen nga Shqipëria, sepse llogarinë njerëzit e bëjnë thjesht fare. Thotë unë marr 120 euro pension, çmimet janë dyfishuar, është sigurt me 60. Ky miliarderi erdhi. Ky erdhi dhe mori sa të 60-ën që mu mungon tani matematikisht, mu mungon në 60, kush e mori? E mori miliarderi që erdhi. Bashkë me korrupsionin e brendshëm natyrisht. Pa i miliarderi është kryesori, i cili pastaj korruptoi politikanët, korruptoi median, gazetarët, korruptoi Edi Rama, po korruptoi edhe si Dorela Gjoni, të dy bashkë, sepse propaganda dhe politika ecin bashkë, nuk është se janë aq të ndarë. Kanë të njëjtin qëllim fund fare, edhe kjo është situata që ne jetojmë. Pra, masa kush është të ndërpritet investimet miliardere, mos krijojmë iluzionin, si thotë Edi Rama, akoma që ne po i lëm 4 miliardë, ato 4 miliardë i duan gjithë. Nuk i duan se dhe serbët u ngritën. Nuk i duan as italianët, jeni sigurt. Nuk është se kanë gjithë të dëshirë, sepse kanë kuptuar, dhe po të vini re parullat e italianëve që kanë gjithë terren për shqiptarë, thonë nuk i duam paratë e tua. Domethënë që duket si kontradiktore kjo, domethënë duket ç'është janë këta njerëz që refuzojnë paratë. Po sepse e di që ajo para do vi që të vrasi ty që të shtohet ajo. Domethënë që ajo para të shtohet do vritesh ti. Do vriten njerëzit, do shkatërrohet në pronat, etj, gjithë pasojat që jetojmë. Pra shkaku është ky. Atë çfarë duhet? Duhet të rikthehemi tek kjo ideja që paraja nuk vjen nga qielli, vjen nga puna, vjen nga mundimi, dhe paranë që bëjmë nga mundimi duhet ta mbrojmë, duhet luftojmë. Jo të dalim aty me si Dorela Gjonin, edhe me Marin Memën, me këta që janë shkaktorët kryesorë. Të dalim të kërkojmë, ne që të çojmë 100 euro në Shqipëri, të shpërthejmë, të themi unë të kam pru 100, pse ti më jep 60 tani, sepse këta u kanë ulur vlerën, kanë ulur 40%. Unë kam 100, ti po më jep 60, ku i çove 40 më dha? 40 euro të tjerë, ku janë? Mi trego. Pa të mbrosh atë që ti ke për me gjak në për kantierën ndërtimi, me pastrime, duke thyrë kurrizin, infermierira, gjëra, etj. Kjo është që duhet bëjmë. Pra protestat bëjmë nga poshtë lart. Protestat nga sipër poshtë janë të ngjyrosura. Protestat e zogjve, e protestat e pelikanëve, e të Sazangurit, apo të ati si ka ai ti Arben Kolla që janë. Këto janë protestat e elitës, apo të qoftë edhe të këtia
Alfred Sakos, po themi. Edhe fjalët e Alfred Sakos e tyre, nuk është se na duhen aq shumë. Sepse dha ata ajo është pjesa sipër, nuk është pjesa e aty që po shtypen sot. Domethënë duhet unë them o të shtypur ngriuni kundër atyre që u shtypin. Kjo është ajo që duhet ngrihemi. Ata që janë të shtypur të ngrihen kundër atyre që i shtypin, pavarësisht se janë bëjmë pjesë të Sidorella Gjoni apo të Edi Rama. Duhet pjesa që është shtypur të çlirohet, që të çlirohet duhet të rebelohet, duhet të ngrihet. Ajo, jo kjo, se kjo është një lloj kapele që i vën asaj pjesës shtypur, për të thënë që ne po protestojmë, po bëjmë dhe po shisa e bukur është protesta, ka shumë njerëz. Nuk na duhen shumë njerëz. Na duhen njerëz që të kuptojnë, jo shumë njerëz. Jo është një turm njerëzish, një kaos që nuk e merr vesh Shqipëria dy ditë çapo ndodh. Ato janë kot, ato janë si me qenë stadium, si me ulërit. Më mirë shef kampionatin botëror se sa të marrësh pjesë në protesta të tilla. Më mirë pak të shefi ndeshje. Ju uroj kalofshi ditë të mirë. Dëgjojmë videon me mirupafshim.